Faleminderit zoti kryetar. Në fakt do t'i ftoja kolegët e mazhorancës meqense e kanë kthyer në traditë duartokitjen, që përpara se të fillojnë punimet e kuvendit, t'i japim një duartokitje të pandehurës nga Spaku për abuzim me 50 milion euro në tenderin. Zoti Bardhi, në bazë të nenit 64 të rregullores, ju jap masën disiplinore të reqe vëmendje. Ju nuk e keni fjalën për të personalizuar goditje dhe për të cilësuar kolegët, fjalën e keni për të folur për projekt kalendarin dhe projekt programin. Nuk besoj që është, unë e kuptoj që është fjalë turpi për ata që kanë turp statusi e pandehur, por është brenda etikës dhe është një status ligjor, nuk fyva njëri, është statusi zyrtar i saj. Unë nuk po i them çfarë i thot ajo Edi Ramës, sa ajo mund të jetë fyerje edhe shkelje etikës, nuk e përdor ato e kanë raport me njëri tjetrin. Tani, për të kaluar tek programi dhe kalendari i punimeve, po, zoti kryetar, ne kemi votuar kundër në konferencën e kryetarëve, sepse ju nuk doni të flitet as për buxhetin, sepse dhe referimi që bë këtu është një mashtrim publik për pensionistët shqiptar, si kundër propaganda juaj për rritje pagash është një mashtrim, sepse qëllimi vetëm i këtij buxheti dhe paketës fiskale të cilëve i keni lënë deputetëve vetëm 24 orë kohë për të diskutuar, është që ju t'i falni bizneseve në borrin e Edi Ramës 2 miliard euro detyrime ndaj shtetit shqiptar. Prandaj nuk doni të diskutohet paketa fiskale, nuk doni që shqiptarët mësojnë se cili është qëllimi i vërtet i buxhetit dhe paketës fiskale që shoqëron buxhetin, sepse ndërsa 50 njerëzve miliarder në vend i falni 2 miliard euro detyrime, pensionistëve po bëni se ku i rrisni pensionin, duke i dhënë muaj për muaj 100 milion që është dhënë gjithmonë si bonus në fund viti. Prandaj dhe në shkelje totale të rregullores kuvendit, pa miratuar një kalendar të veçantë për shqyrtimin e paketës fiskale, në kundërshtim flagrant me Kushtetutën e Republikës Shqipërisë, qeveria solli projekt buxhetin pa ligjet financiare që e shoqërojnë atë, siç e detyron Kushtetuta dhe rregulloria e Parlamentit. Dhe 2 javë pasi kishte filluar diskutimi i buxhetit, vetëm të premten e javës shkuar, qeveria solli 8 projekt ligje si pjesë e projekt ligjeve që shoqërojnë buxhetin e shtetit. Dhe ju me njëherë, pa kaluar as 24 orë, të hënën i shqyrtua dhe i miratuat 8 ligjet paketës fiskale, në 2 orë diskutime, pa dëgjuar asnjë institucion, pa dëgjuar asnjë prej grupeve të interesit, pa zhvilluar asnjë seancë dëgjimore, i shqyrtua dhe i miratuat të hënën dhe me njëherë i futët në seancë. Nuk është bërë akoma 1 javë nga momenti ku paketa fiskale ka ardhur në kuvend. Unë e kuptoj që kartonat këtej do ngrihen jeshil e kanë lexuar apo se kanë lexuar paketën fiskale. Por qëllimi i seancës plenare ndër të tjera është të informojmë qytetarët shqiptar nëse buxheti i qeverisë së tunelit Llogaras, 50 milion euro, është në shërbim të qytetarëve apo të projekteve që do të vidhen një lloj, siç u vollën 50 milion vetëm në një projekt në tunelin e Llogaras. Dhe kemi detyrim ne deputetët të informojmë qytetarët shqiptar që 70% e buxhetit të investimeve shkon për njeriu që është marrë i pandehur nga Spaku për abuzim.